Përshëndetje, sot kemi të pandarë. Uroj të jeni mirë dhe të shijoni pushimet verore. Të bëni sa më shumë qejf. Unë për veten time jam kënaqur në Perlëndina, pranë burimeve dhe kam pasur shumë nga ju fëmijë në piknik. Në përmale, në përpyje, në përdulishte, sepse unë vërtet dua shumë mjaltë, por nuk i haroj kur fytyrat tuaja, sepse ju dua shumë. Përshëndetje edhe nga unë Pumbi. Sa jam kënaqur me Pimbin. Çfarë s'kemi bërë ne të dy? Këto pushimet vërtet po na çlodhin mbas gjithë atij vitit të gjatë shkollor. Këtë emision e kemi nisur me artista dhe do ta mbyllim me artista. O artista, sa mirë, pse? Sazë kemi dhe sot ne? Jo, ma jo sazë, Saxo. Ke dëgjuar ti për koncertet e Austrisë, Vjenës, Bitolës, po në Gjirokastër ke dëgjuar? Jo. E po mësoj atëre, se ne në këtë studio sot kemi klasën më të mirë në të gjithë shkollën Tevta Tashko Koço. Ja të shikojmë. Përshëndetje të dashur fëmijë që po na shihni në këto momente në ekranin e RTSH Korçës. Ne jemi në shtëpizën tonë të bukur, e cila sot ndoshta është më e bukur se kur, sepse kemi artista. Përshëndetje Tea. Përshëndetje Anida, përshëndetje mësuese. Përshëndetje gjithë fëmijë. Përshëndetje Pimbi Pumbi. Si kaluat sot? Si kaluat sot? Shumë bukur, si me pushime. Sot do kemi një emision shumë të bukur, me artist. Shkolla ka mbaruar tashmë, jemi në 21 qershor, shkolla ka rreth një javë që ka mbaruar dhe nxënësit tashmë janë të lirë, po shijojnë pushimet e tyre verore, por mes shumë emocioneve dhe tensione kanë qenë nxënësit e shkollës së mesme artistike Tevta Tashko Koço. Ne sot ju i njihni sepse këta kanë ardhur shumë herë në këtë emision sepse janë artista, por sot jo më kot i kam zgjedhur. Këta kanë shkëlqyer në saxon e fundvitit, qoftë në piano, në violinë, në violoncel apo në vegla të tjera muzikore ku ata janë. Dhe më të mirët e asaj klase, ne do t'i ndjekim të performojmë atë saxo të bukur që e zhvilluan si provim në shkollën Tevta Tashko Koço, do ta zhvillojnë në këtë skenë të vogël të shtëpisë son Pimbi Pumbi dhe miqtë e vegjël. Por që të kesh një sukses, duhet dhe të udhëheq dikush, dhe udhëheqësja e pianos, e cila me nxënësit e saj kudo ku ka shkuar është kthyer me trofe, të cilët ju i shihni dhe atje përpara tek kjo rrugica jonë e vogël, duhet një njeri i hekurt, i fortë dhe mbi të gjitha me shumë disiplinë, por dhe dashuri për fëmijët. Ajo është zonja Paula Kondakçi, mësuesja e pianos në shkollën e mesme artistike Tevta Tashko Koço. Zonja Paula, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Zonja Paula, kudo ku keni shkuar, asnjëherë nuk jeni kthyer në shkollë pa një trofe. Por nuk bëhet fjalë për të renditemi në listë, por të vi me çmime të para dhe çmime të para absolute. Po, patjetër. Atëherë, si është kjo eksperienca ose ai satisfaksioni që merrni në moment që shkoni me këta fëmijë, jo vetëm brenda Shqipërisë, por dhe jashtë, dhe kur ktheheni, vini të çliruar, por me një çantë plot me trofe. Padyshim është një kënaqësi absolute, sepse këta fëmijë punojnë shumë fort. Flas për anë të janë Mian që mungon sot edhe Kristel, kanë një disiplinë të hekurt, më dëgjojnë në fjalën time kanë ligj. Kemi ndonjëherë sa konflikte të voskla me fëmijën tim. Por works, si është ajo fjala? Si e thua ti? Hard work pays off. Domethënë puna e hekurt gjithmonë ka sukses, domethënë gjithmonë të shpërblen. Dhe ne duke ditur nivelin që në të cilat këta fëmijë kanë marrë pjesë, nivelin e fëmijëve të tjerë, e dim që ne do jemi fitues. E di sa mirë. Ideja është që ndoshta është dhe psikologjike ose ndoshta i bën mirë anës shpirtërore që unë kam këtë synim, unë do të fitoj dhe ti nëse shkon me atë synim, ti e realizon atë synim. Është e vërtetë apo jo? Është e vërtetë, domethënë që ne vendosim një qëllim që për këtë vit kemi këtë konkurs. Në këtë konkurs duhet fitojmë maksimalen tonë, domethënë. Çmimin e parë pa diskutim, po flasim dhe për absolutin dhe trofetë e mëdha. Domethënë ne kemi si qëllim apo janë te edhe Kristel?
Ky është qëllimi, ja? Ky është qëllimi. Mirë, po këtë vit tentuam edhe skenat botërore, se këto të Shqipërisë i kemi provuar dhe kemi korrur sukses. I kemi bërë certifikata të radhë të këtyre të Shqipërisë. Në saktë të radhë provuam një konkurs online që quhej Piano Fest, Vienna Gala Fest. Dhe këto të dyja dolën Golden Winners dhe si Golden Winners u ftuan që të luajnë në Airbar Sal në Vjenë. Mbas Vjenës tentuam Veronën, concorso premio Remo Vinciguerra, duke ditur që këto të dyja edhe vjet kanë korrur shumë sukses në konkursi Giro Classica. Dhe ky konkurs ka një autor që quhet Remo Vinciguerra dhe është bërë një si nën konkurs brenda këtij konkursi dhe kush e fiton këtë çmimin Remo Vinciguerra ka të drejtë të shkojë të inqizojë në Itali. Në Itali. Kristeli inqizoi kur ishte 6 vjeç e gjysmë, u përzgjoth nga fëmijët. Ndërsa vitin tjetër kur u ribë ky konkurs, të dyja morëm çmimin Remo Vinciguerra, po Kristeli për habin e të gjitha mori dhe trofeun e madh të gjitha kategorive. Eduard Troliki. Kjo është surpriza më e madhe. Surpriza më e madhe. Si ndihet një mami, përveç se nxën se është dhe mami atij fëmie? Si mami është çike vështirë, domethënë që të menaxhosh fëmijën tënd. Edhe si nxën. Domethënë dëgjon më shumë Antea? Antea është më e dëgjuar po. Është më e dëgjuar. Kristeli më shumë ka mami për këtë. Për këtë edhe pak më shumë. Kështu që duhet një kemi çik më mamën tepër afër. disiplinë, po. Në rregull. Dhe mbas Remo Vinciguerrës që bëm inqizimin në Itali, edhe trofeut të madh Margherita Kristidi në Gjirokastër, u ridhan këto pjesët e këtij kompozitori dhe edhe një pjesë tjetër që duhet ta luanin ishte detyruar, domethënë nga këto virtuozet që kemi ne. Dhe shkuam në Itali. Në Itali për çudinë tonë ne fituam çmimin absolut. Po, në Verona të Italisë për çudinë, me Castelvecchio. Përzihesh në gjithë këta fëmijë, aty nuk e prisnim, po. Edhe Antushi por puna doli në po patjetër. Edhe Antea mori çmimin Remo Vinciguerra, premio CD dhe çmimin absolut. Absolut. Ju lumt vajza jeni talente, jeni krenaria e asaj shkolle apo jo? Po, kishim edhe në Bitola, po. Edhe aty korrëm shumë sukses, Mia mori çmim të parë, Antea mori çmim të parë për 0.5 pik nuk fituam absolut. 0.5. Ska do të bëjmë përsëri apo jo Antea? Kristeli fitoi patjetër, fitoi çmimin absolut përsëri. Dhe një sukses shumë të madh tjetër që në mars u organizua konkursi i parë për pianistët e rinj J'adore Chopin. Dhe ishte konkurs internacional. Aty vajtën nga sa vende konkuronin? Shqipëria kishte pjesën më të madhe, domethënë, po kishte italian, ishte edhe një japonez, moshën e tyre. Japonezi mori çmimin e parë, e kishte pa diskutuar, dhe çmimin e dytë e mori Kristeli dhe një djalë tjetër prapë ishte pak më i madh se këto, shumë i mirë dhe ai. Shumë bukur, shumë bukur, domethënë ja vlente ky emision apo jo? Apo jo Pimbi? Po. Kam një pyetje. O mësuese, a mund të vite unë të luaj aty piano që të marr një çmim? Kur të rritesh dhe pak. Apo pak çmim? Duhet ta meritosh çmimin sepse po atë punën e Hardit ç'a ishte. Të kujt? Hard puna që the. Hard work, do punë, do disiplinë, do vullnet, do dëshirë shumë të madhe për të qenë fitues. Dëshirën e kam për të marrë medalje, po nuk kam dëshirën për të. Se ai u aratis nga festa e tij e abetarit, jo më të marrë certifikata siç ka marrë fëmijët në piano. Mësuese mos e beso, mos e beso. Nuk muzikore të shkojnë. Unë shoh edhe certifikata të tjera të cilët kanë marrë fëmijët, kishim edhe një tjetër ne do t'i tregojmë në pjesën e dytë të emisionit. Atëre forca, Atea. Pyetjen e parë e bëj unë mësuese. Që në çfarë moshe jeni marrë me muzikë? Unë. Po. Themi unë kam Paula pasur fëmijë. Mamin pianiste, që ka nisur edhe Kristelin, mami im Shpresa Kondakçi, dhe më ka nisur që 5 vjeç. Edhe Kristeli me Antean ka filluar 5 vjeç. 5 vjeç e gjys. 5 vjeç e gjys. Më pas si ka qenë rrugtimi? Më pas u futëm në shkollën e muzikës, më pas kemi pasur një konkurs më mendon që është organizuar atëre në këtu në Korçë, fitova edhe aty çmimin e parë. Pastaj më vonë, domethënë pasi jam rritur, më kam përzgjedhur për të shkuar në Amerikë si talent. Fitova një bursë dhe kam studiuar aty për një vit. Aty kam fituar goxha çmime. Domethënë kam marrë pjesë në disa konkurse. Pastaj mbas asaj jam kthyer në Tiranë. Aty vazhdova Akademinë e Arteve dhe më pas në Francë, në Paris, në vitin 2002-2003 kam bërë masterin tim për muzikë dhome. Për muzikë dhome.
Forca Shumë bukur, një Pimbi. karrierë e pasur, Paula. Forca O Pimbi. mësuese, pse keni zgjedhur pianon ju dhe çfarë ka të veçantë ajo? Pse Se nuk kam zgjuat zgjedhur për shembull pianon. Faktikisht violinën? mua ma zgjodhën pianon, nuk kam dashur violinën kur isha e vogël, po ma zgjodhën. Ta mori vllai. Atë rrugë. Ja është vllai, po. Ja dhan vllajt atë që desha unë. Dhe mua më dhan pianon. Ndoshta kanë bërë zgjedhjen e duhur sepse Po, nuk do të ktheheshit pa me kaq shumë trofe apo jo? Po, patjetër. O mësuese Patjetër. Paula, do të bëj dhe unë një pyetje? Po, patjetër. Sa orë në ditë duhet të ushtrohesh që të bëhesh një pianiste e mirë dhe shumë e mirë si juve? Po, kur je i vockël, si punë e këtyre, duhet studiosh minimalisht kur je 5 vjeç e gjysmore në ditë. Pastaj sa vjen duhet të shtuar doza. Tash këto në klasë të dytë do studiojnë të paktën 1 orë e gjysmë për ditë. Ditë një orë gjysmë. Unë atë koja kushtoj ushqimit. Po në qoftë se nuk studiojnë çfarë ndodh? Nëse nuk studiojnë, fillojnë duart nuk na përgjigjen ashtu siç duhet. Domethënë është si punë e këtyre sportistëve që duhet të trajnojnë për ditë që të kenë sukseset e duhura. Po. Sepse muskujt nuk na përgjigjen. Nëse s'bëjmë atë trajnimin, po patjetër. Edhe truri duhet të, domethënë të zhvillohet të, si ta themi, O të mësuese, bëhet koordinimi tru, duar, sy, domethënë duhet të gjitha këto të jenë një proces i vetëm që të kemi ato sukseset e duhura. Domethënë talent, punë, disiplinë, vullnet, dëshirë, pasion, gjitha këto do të jenë kombinuara që të ketë sukses. o mësuese, se tani po e mendoja. Sa kohë punoni me nënsit tuaj? Se kur gjuva të gjysmore si ku keni nga marrë klasa e mirë. parë deri në matur. Po. Sa orë duhet? Sa kohë punoni? Normalisht, me ligj, kemi 45 minuta 2 herë në javë. Për të rriturit 3 herë në javë. Po kjo nuk mjafton, domethënë duhet që të realizosh ato the goals, që themi neve, qëllimet, edhe të jesh perfekt në atë që ti do performosh, domethënë që ti jesh një artist i denj, duhet punosh çik më shumë, domethënë duhet punosh me detaje dhe me dëshirë dhe me pasion që të realizohet ajo, pavarësisht kohës të kufizuar që ne kemi në dispozicion. Ne nuk e shohim ndonjëherë orën, dhe vazhdojmë derisa të arrihet qëllimi i të duhur. punosh me këtë grup mosh apo me më të rriturit? Me këta të vegjëlit është më e vështirë. Sidomos me fillestarët fare. Është më e vështirë. Ndërsa me të rriturit e kanë marrë pak a shumë atë frymën edhe janë më të përgatitur dhe janë të ata që vazhdojnë janë të aftë si artistikisht, si truri Dhe tyre, psikologjikisht inteligjenca, po, domethënë gjitha janë më të përgatitur. Edhe veshjet tyre sepse mjafton ta dëgjojnë po. një herë dhe e kapin. Veshjet tyre zhvillohet, por janë, domethënë, janë të fokusuar që do bëjmë këtë dhe janë të dedikuar drejt asaj. Mësuese Paula, kam dhe unë një pyetje. A keni marrë pjesë në shumë konkurse dhe mund të na thoni disa prej tyre? Vet Paula, pa fëmijë, vet Paula. Vetë Po, Paula vetëm ka ti. marrë pjesë në Bach Festival në Amerikë, ka fituar çmimin e parë, ka marrë pjesë në San Diego Symphony Orchestra, ka marrë çmimin e tretë, ka marrë pjesë në konkursi Chopin që është organizuar para vitesh në Tiranë, domethënë, nuk e mbaj me vitesh të zgotoj edhe mosh. Ka fituar çmimin e dytë, ka fituar çmimin e parë në konkursi i parë i muzikës franceze impresioniste që është zhvilluar në Tiranë. Dhe të çmimet E tjerë janë domethënë në në Itali, vite. po, e çmimet janë në vite që tash këto Në vendet e Europës, ku ju ka ngelur pa shkuar për të fituar? Tash ku na ka ngelur pa shkuar. Ku Atje kemi ku zhvillohen ndoshta fiksimin koncertet më të mëdha dhe për mot. Për mot kemi unë pata fatin që në Piano Fest Bitolat isha në juri. Dhe njoha një pedagoge që është profesoresh në Konservatorin e Triestes. Ajo u mahnit nga fëmijët dhe më sugjeroi për t'i çuar në Sloveni. në Sloveni. Në Sloveni dhe në Palmanova në një konkurs Sandona, që quhet Sandona di Piave. Kështu që kemi këtë piksunim dhe Perlat e Ohrit. Këto janë tre Dhe tre sigur konkurse që kemi mendohet në plan. çmimi i parë, absolut. A, nuk e di, sepse janë atë 0.000 janë te as do ta eliminojmë, do t'i marrim të gjitha, kështu që unë Të uroj shohim, domethënë se janë dini konkurse më shkëlqyshëm. goxha më të forta, domethënë dhe marrim pjesë nga gjithë bota me çka. Mësuese Paula, kur shkoni në vendet që merrni pjesë në konkurse, çfarë gjuhë flisni se shqip, nëse nuk ju kuptojnë? Unë flas anglisht, flas frëngjisht, flas italisht. Me kë kam të Me bëj? kë Pra i Me greqisht. di shumë gjuhë tu. Dini shumë gjuhë. po, Artistët duhet të dinë Duhet shumë të- gjuhë të huaja, sepse përballen me shumë Pavarësisht se Komsik. gjua e të gjithë artistëve është gjua e Italisht. notave, është Gjua e muzikës, po. Është do të thoya gjua e notave muzikore që nga çfarëdo lloj vendi botës të jesh, në moment që luhet
Po. Kjo është Të gjithë e dëgjojnë. e Chopinit, kjo është e këtij, të gjithë e njohin. Shumë mirë. Atëherë një pyetje, si ndihet, megjithëse ju e cekët pak në fillim, si ndihet Paola kur Kristel, vajza juaj, ka marrë shumë çmime dhe është një vajzë e vogël e cila premton shumë? Paola sa herë që Kristeli del në skenë ose kur fiton këto çmimet e mëdha, i mbursyt me lot, domethënë është një emocion i shumë fisht si nën, si artiste, si domethënë Mësuese. si pianiste, si mësuese, domethënë ne në moshën tonë, në moshën e këtyre më falni, nuk i kemi pasur to shanse që të performonim në skena botërore. Kështu që unë e shoh domethënë si vetja ime që po ri del në skenë. Domethënë ëndrat e mia po i përcon Kristeli. Ju thatë që ma zgjodhëm pianon. Po Kristelit ja zgjodhët? Ja zgjodhëm. Ja zgjodhët dhe Kristelit në rregull, vazhdon Ja traditën. zgjodhëm. Do donte të kishte një vegël muzikore tjetër apo? I ka ju një gjakë sa jaroj, nuk e ndron. mos se Forca Paula, pumbi, forca pumbi. Sa krenari u kanë bërë nxënësit tuaj në këto vite? Shumë krenare, Nga i pari sidomos në të këto, 12-ën. domethënë ky brezi këtyre janë shumë të talentuar, shumë të dëgjuar, me mend në kokë, inteligjent. Ju punon truri, syri, doçka, të gjitha ju punojnë zhivë, kështu që mësuesja është shumë e kënaqur. Ju lumt atyre, Ju lum, ju duar të të lumt keni, e ju ty, duar të ju keni. duar të kishje, bravo, Me ju lumt, me ju lumt. bravo u qof. Bravo Është e qof. lodhshme puna juaj mësuese? Është goxha e lodhshme. Forcat e bëjmë pyetjen e fundit. Që të dalësh një artist i kompletuar, sa punë dhe sa talent duhet të kesh? Këtu s'ka recet. Këtu s'ka recetë, Këtu nuk ka recet. Talenti është i domosdoshëm. Po unë do thoja që dhe inteligjenca e fëmijës është shumë e domosdoshme dhe kultura që ka në anturażhin e tij në familje. në familje. Pa bashkëpunimin mësues prind nuk ka sukses. Domethënë unë kam fatin që kam disa prindër që janë shumë të përkushtuar ndaj fëmijëve të tyre dhe që ekonomikisht i kam përballuar të gjitha Po. këto dalje jashtë shtetit ose Se kanë një brenda kosto shtetit, dhe kanë këto një të kosto gjitha. të gjitha dhe të gjitha i përballojnë vetë. Por çdo prind, Pavarësisht se përfaqësojmë Korçën dhe Shqipërinë aty ku shkojmë. po. Këtu e thatë mirë sepse duhet një sponsorizim kur Patjetër. përfaqësoni Korçën dhe Shqipërinë. Aq më tepër qyteti dakord, hajt mos e ndoshta është brenda Shqipërisë dhe me ato tona mund të rregullohemi. Po kur është një kompeticion jashtë vendit dhe thirret emri i Shqipërisë me flamurin ton, normalisht që duhet edhe- një bashkëkrahje dhe një mbështetje shumë më e madhe. Po. Dhe përveç kësaj, prindrit janë të përkushtuar, 2-3 prindër që kam, që studiojnë me këta fëmijë, sepse nuk mjafton thjesht puna që bëjmë ne në shkollë. Pa studim nuk ka shanse që të ketë sukses. Nuk ka shans që të ketë sukses. Mësuese, unë ju falenderoj dhe ne do të ndjekim në pjesën e dytë të emisionit disa nga saxhot, të cilat nuk i kemi xhiruar në Vjenë, nuk i kemi xhiruar as në Verona, as në Bitola, por i kemi xhiruar në saxhon përfundimtare të fëmijëve në shkollën, në sallën e koncerteve në shkollën Tefta Tashko Koxho. Por në pjesën e dytë, kur fëmijët do të na tregojnë dhe emocionet që kanë përjetuar në për shfaqje të ndryshme ku ata kanë qenë, sepse po i shoh të gjithë me medalje dhe certifikata. Unë i falenderoj që ishit pjesë e emisionit Pimbi Pumi dhe Miqtë e Vegjël. Ne jemi në fund të sezonit. Puntata tjetër do të jetë puntata e fundit e këtij sezoni, por duke parë që gjithë qyteti gumëzhin nga talentet e shkollës Tefta Tashko Koxho, nga kjo klasë perfekte e mësuese Albana Tërpinit, nuk mundet të rria pa ju ftuar edhe një herë. Por kësaj radhe jo vetëm fëmijët, por edhe ju, sepse e thash dhe në fillim, duhet të jetë një dorë dhe e fortë, por dhe e ngrohtë, që këta të ndihen të lumtur, të ndihen krenar dhe ta kuptojnë rëndësinë e të qenit artista, sepse këta janë artista. Patjetër. Që tani Na kanë marrë në kthes. Sa mirë, sepse premton, është brez që po, premton. Mësuese, faleminderit edhe një herë. Ne do të kalojmë në pak minuta publicitet për të falenderuar ëmbëlsin pafund që është Pasticceri Diana, e cila na ka shoqëruar nga fillimi i sezonit deri në këto puntatat e fundit që ne kemi. Je ëmbëlsi pafund Pasticceri Diana. Kthehemi pas pak për cilin profesore Paola me një duar trokitje. Forca Kalamajari.
Bravo zemër. Atër ulemi. Ju pëlqeu? Po, Atër vërtet Tea, shumë bukur. ja japi mikrofonin shoqes vogël. Atër, na trego pak, shojmë te kamera drejt dhe na trego pak si quhesh. Dhe kjo ishte pjesa jote në Saxo? Atër, shojmë te kamera drejt. Si quhesh? Unë quhem Marilena Plumbi. Arilena, më trego pak e dashur. Sa vite ke ti në violin? Unë këtë vit hyra sepse në klasë të parë isha në Shojmë shkolla greke. Dhe tani ke ardhur tek shkolla Teftatashko Koço. Të pëlqen violina? Shumë. Përse zgjodhe violinën dhe jo një instrument tjetër, për shembull pianon? Kisha shumë dëshirë të hyja në violin sepse më pëlqen tingullt e saj. Të pëlqen tingujt e violinës. Të lumt të dashur. Urdhro? Po, në rregull. Do mësoj Paula mua piano. Dgjoj. Ta pyesim. Nuk e di në ka daule tek shkolla e muzikës, se vetëm asaj mund t'i biesh ti. Sepse ato putrat e tua Janë aq të mëdha sa vetëm daulja, si thoni ju? Ka gishta ariu për violin? Jo. Po për piano? Jo. Po për flaut? Jo. Po për violoncel? përveç daulles. Përveç daulles asgjë tjetër s'të bën ty. Në rregull, kukull, shumë suksese. Ja japi mikrofonin shokut. Mbaroj me anën këtej njerë. Atëherë, Si quhesh? Bjorkis Ramose. Bjorki, ke vegël muzikore? Po. Çfarë? Pianon. Piano. Ke Por e marrë pjesë? bëra sa. E bëre sa si dole? Mirë. Mirë, të lumt, ke marrë pjesë në për konkurse? Jo. E po mirë, vitin tjetër ndoshta do përzihesh për të shkuar apo jo? Ky do jetë synimi. Ta shohim. Ta shojmë, a pra një çik punë më presion, shumë. Duhet pak punë më shumë. Bjorki, çfarë ke përgatitur sot? Një vjersh. Po, e themi zemër. Fryn e fryn një fladi lehtë, për mbi pyllin gjelbërosh, ajri pastër, më mbush gjoksin këngë e zogjve po më josh, dhe i vrapoj me gaz, në përshkure, në përbër, ja më duket fluturoj, krah me japi zogj këngëtar. Të lumt, Një duar trokit. Ja japim Shoqes. shoqes me fustan boqelli, çojmë në këmbë dashur. Shko sa bukur duket kjo, tamam si fustani i rushes boqelli. Po, shumë bukur. Zemër, I bjen në një instrument tjetër luan? piano, do me thënë, Po. dominon pianoja këtu. Sa i veta jeni me piano pa ta shohim e ngrini dorën? Wow. Piano, violin, violoncel. Iri si na vjen nga Tirana, po ti zemër? Edhe ti je në violin, në rregull, dakord. Si kalove mesazhon? Mirë. U kënaqe? Po. Ja arrite synimit? Po. Vitin tjetër do përmirësosh diçka? Po. Shojmë nga kamera drejt që të duken bukur sytë e bukur. Çfarë ke përgatitur për sot? Në pamundësi për të sjell piano, në të na falni, Po. po në pamundësi për të sjell piano, sepse këtu nuk është ambienti shumë i vogël dhe nuk e merr piano. Unë kam përgatitur 2 vjersha dhe një gjagjes. Atëherë Themi që një kemi vjershën e kohë, parë, po. po, themi vjershën e parë një herë që t'ju lëm hapësirë të gjithë shokëve. Nënës, puthjen e parë, nënës, lullën e parë, nënës, vizatimin e parë, nënës, letrën e parë, nënës, të fshehtën e parë, nënës, se nëna më lindi mua në maj dhe askur tjetër s'ma lindi përveç saj. Të lumë. Bravo, të lumt. E themi datë gjajgjëzën? Ishin ndyrështar dhe përballë tyre ishte një dritë, por drita anfikse mshuese, kurse pa i pari. Edhe një herë ishin 2 ushtar, përpara Dhe- kishin një dritë. Përpara tyre ishte një dritë, po drita anfikse mshuese. Kurse Fikse pa i dhe pari. shueshe. Po, Po kurse nuk pa i ndihesh pari. Dy fare. ushtar, po mos janë syt. Jo, se 2 ushtar, fiku ndicu. Se kuptoj. Jo, ishin ndyrështar dhe përpallë tyre ishte Përballë? një dritë. Po, Po ajo drita fikse mshuese, kurse pa Po i fikse pari. shueshe do me të Fikse nuk ndihesh fare. Po, asnjëri nuk e pa. asiri nuk e pati. Bravo Pumbi, e kape. Të lumt. Ulemi dashuria. Një medalje. Ja japi mikrofonin shoqes. Do një medalje, ndërsa unë një gjyp me mjalë. Të lumt, po, atje ke mendjen ti. Gjithmonë. Shohemi bukuroshe. Da t'ju japim mirë kohën të gjithë fëmijëve, më pas do të kthehemi për vjeshtën tjetër. Shohim te kamera drejt, ti më thej që je me violin. Si kalove në Saxo? Shumë mirë. Sa vite ke në violin? Ta klase jeti? Klase 2, po, ke 2 vite në 2 violin. vite. Që në klasë? Që në klasën e parë, klasa e dytë. Përgatitesh, studion shumë?
Sa orë mund të studiosh Shojmë në drejt, ditë? shojmë drejt zemër, shojmë drejt. Një orë gjysmë. 1 orë e gjysmë të Ose lumë. një orë. Një orë. Po kur është shkolla, studion më pak, sepse kemi dhe mësimet e shkollës. Jo. Është 1 Jo, orë standarde po. që ti 1 orë, 1 orë e gjysmë do bësh vetëm violin apo jo? Të lumt. Shumë bukur. Atëherë, çfarë kemi përgatitur për sot? Një vjerë. Shojmë te kamera drejt. Nënës, puthjen e parë nënës, lulen e parë nënës, letrën e parë nënës, vizatimin e parë nënës, të fsheknit e parë nënës, se nëna më lindi mua në maj dhe askush nuk më lindi përveç saj. Të lumt. Ja japi mikrofonin Irisit. Irisi, çohemi zemra ime. Që vjen Irisi nga Tirana vjen për nga ne. Tirana. Gjyshen e saj e ka në Korçë dhe nuk le radhë. Në moment që është në Korçë të vi në emision Iris. Jonida e ka zënë papa në Tiranë, prandaj ardhi këtu në Korçë. Po, Të lumt, e keni Irisi, slimën e e mirë. dëgjojmë pak, vajza, e dëgjojmë pak Irisin. Irisi, si mbaroi shkolla për ty? Shumë mirë, unë e mbarova një javë para se nuk vinë më nxënës. Nuk vinin më nxënës, po shumë mirë. Ke 2 javë në Korçë, e kënaqur me freskinë. Megjithëse ka qenë pak vap këtu, po jo më shumë se sa në Tiranë, apo jo? Po, Irisi, kë ke shoqe të ngushtë në Tiranë ti? në shkollë. Në shkollë, po sigurisht në shkollë. Në shkollë i kam të gjitha të njëjta. I ke të gjitha të njëjta, nuk Nuk keni i ndonjë veçon, preferencë. Po, në rregull. O Iris, po këtu kur vjen për kecmen malli, për pimin apo për pumbin? Ha, thua. Për të dy, Bravo, Të lumt. të lumt. Irisi, çfarë do themi sot zemër? një vjersh. Shojmë te Është për një kamerat. qershori. Po, qershori është i gjithë muaji i fëmijëve, kështu që ne e kemi thënë që në datën 1 qershor deri në datën 30 qershor deri në Është pak mbylljen e e këtij shkurt, emisioni do t'ia dedikojmë gjithë fëmijëve. Forca e E zemër. themi. Një qershori vit për vit është rreze, është dritë, është dita më e bukur në këtë botë, në këtë hapësirë. Të lumt Iris, Bravo, faleminderit. Të lumt. Atëherë ne do të O kalojmë. Iris, po mjalt kanë Tiranë. Po, nuk mora. Po pse? Erën tjetër. Ishte më i shtrenjtë në Tiranë. Ishte më i shtrenjtë, do ta blejmë në Korçë dhe do ta japim. Mi blekët. Forca. Do përshëndesësh. Do përshëndes mamin dhe babin nga Tirana dhe nënën time nga E dëgjojmë Vlora. shushen? Po teze në Itali? Arova. Edhe teze Po në gjyshe në Itali. Korçë? Arova. Po pimbi Ka dhe pra pumbin. përshëndeti, po pimbin pumbin. Pa më jeni Arova. përshëndetje edhe një herë. Forca edhe një herë. Mirë, përshëndes mamin dhe babin nga Tirana, nënën time nga Vlora, pimbin dhe pumbin, Tezen nga teze nga Italia Dhe dhe nënën. nënën, tezën dhe stërgjyshe në Korçë. A pra Irisi, ja harove fare. Ja harove fare. Atëherë, ne thamë që me kamerën e RTS Korçës ne kemi shkuar në saxot e fëmijëve të klasës së 2 të shkollës Tefta Tashko Koço. Do të nisim me Kristel, e cila ishte dhe vajza e profesore Paulos, që ka bërë krenare jo vetëm mamin dhe klasën e saj, po ndoshta gjithë shkollën dhe gjithë qytetin, sepse këta fëmijë janë vërtet artistë. Kudo ku kanë shkuar, janë kthyer me trofe. Teja do të më ndihmoj me skaletën, ndërsa unë do të nis të numëroj certifikatat e Kristelit. Wow. Ndërkohë, më jep pak këto trofet mua, këto medaljet. Mbaj mikrofonin. Sa shumë Atëherë, medalje. Vjena Gala Fest, Ua, medalja e parë. Piano Fest 2024 Bravo. dhe Piano Fest International Piano Competition. o të lumta. Ua, na befasoj. Kristel, bravo. Hamu e pat. E Kristel, pam vetëm pa fjalë. Ajo do bëj shoqja ime. E, Për interesi do Shu shoqë të është. pimbi. Ti do që Bravo. Kristeli t'i bje pianos dhe ti të kërcesh në përpyll. Këtë do ti? Apo jo? Të lumt. Medalje dhe mjalt. Edhe medalje dhe mjalt. Atere, qetësohemi ju djema të dëgjojmë pak Kristelin. Kristel, më trego pak, si ndihesh ti? Ke emocione kur dil në skenë? Ndërkohë që kamera do të fokusoj trofet. Kjo është e marrë në Vinciguerra, Premio Remo Vinciguerra. Kjo është në Itali apo jo? Jo. Sa e madhe s'kam parë ndonjëherë kaq të madhe. Kjo është në Itali. Atëherë shohim çmimin. Të lumt, Kristel, na trego pak e dashur. Si ndihesh? Çfarë përgatitje bën ti përpara se të dalësh në skenë? Shohim drejt te kamera dhe flasim. Kur kam ndonjë piano, shkoj aty dhe studioj për pak kohë. Pastaj kur fillon konkursi ose koncerti, shkoj në sallë dhe aty pres për radhën time dhe pastaj i bie pianos. Ke emocione? Po shumë. Si arrin ti poshtësh apo kur fillon të Po kur luash ti filloj ikin të emocione? luaj më ikin.
Kristel, kam 2 pyetje. Përveç pianos, çfarë të pëlqen tjetër të luash? Më pëlqen dhe violinë. Jo, me lojna për fëmijë, kështu të Të pëlqen. vizatosh, të pikturosh, të luash futboll, të luash volejboll. Për të vizatuar një po. Do nga shpoj një pikturë. Edhe më pëlqen kështu të luaj me top. Bravo. Kristel, Do me thënë, nuk i le lojrat e fëmiris, Kristel, pavarësisht se ushtrosh, e mbajmë pak mikrofonin që të dëgjohet bukur. Pavarësisht për kushtimit të madh që ti ke në piano, sepse unë kam vetëm një pjesë të certifikatave dhe diplomave këtu, sepse dosja është e gjitha plot. Shumë. Kristel, përveç këtyre, të pëlqen të argëtohesh me shokët, apo jo, të ngelet pak kohë? Po, më ngelet, sidomos në përpushimet kur mbaron shkolla në ditët e fundit. Kristel, atë kupën e madhe do ma mbushësh një xhiro me mjalt. Këdhe njerë? Atë kupën e madhe do ma mbushësh me Kupën e mjalt. madhe, këto përpara që shikni. Faleminderit. Kamera mundet të fokusoj, këto përpara që shikni janë kupat e Kristelit. Kristel, kjo e madhja fare, ku e ke marrë? E madhja në Gjiro Klasika. E dyta prap në Gjiro Klasika. Edhe kjo është në Itali. Në Itali. Të lumt. Të lumt. E të tjere. Po këto janë që Ua, sa krenar na bëri dhe neve. Po, Kafshëve vërtet, të pyllit. jo më kot i riftuam. Kristel, ku ka qenë koncerti mi i preferuar, do më thënë që e kënaqur më shumë? Po unë i kam të gjitha njësoj nuk u zgjedh dot. Nuk zgjedh dot. Ma jep mua mikrofon se Kristeli dhe mikrofoni ti bie kështu sikur po i bie pianos. Më mirë po e mbaj unë. Kristel, ne do të kemi kënaqësinë të ndjekim saxon e fundvitit të Kristel Jatru në shkollën Tefta Tashko Koço. E ndjekim dhe rikthehemi përsëri. Atëherë, vazhdojmë me një tjetër bukuroshe pas performancës së Kristelit, kthehemi me shoqen e saj të klasës. Përshëndetje dashur, si quhesh ti? Debora. Debora, çfarë ke përgatitur për sot? Një vjen. E themi shpejt. Libri. Ja kujtojmë pak shoqes. Kam një shok të dy tokë, shkojmë orë pa mërzi. Orë pa mërzi, më tregon, më mëson shumë më gjëra që si di, e shtrëngoj, e pushtoj, plot gëzime, dashuri, e plot për mua, plot e dua, se për mua është shok për bukurin. Të lumt, faleminderit. Ja japi mikrofonin shokut. Si quhesh? Kemi një tjetër diplomë. Po. Atëherë më thuaj pak. Ku e kemi fituar këtë diplomën? Valentino. Çmimi i parë Gjiro Klasika. Të lumt. Na trego pak për eksperiencën tënde atje, si ishte? Aty ishte shumë bukur dhe unë nuk kënaqa. Ti bie pianos apo violinës? Pianos. Pianos. Tampra që shkolla Tefta Tashko Koço është shkolla e pianos, pasi pjesa më e madhe e fëmijëve janë të fokusuar tek pianoja. Atëherë, je kënaqur shumë besoj. Po. Dhe kur merr çmimin e parë si ndihesh? Kënaqur. I kënaqur dhe krenar. Çfarë ke përgatitur për sot? Jesh. E themi vjeshëm, shohim te kamera drejt. Gjua jonë sa e mirë, sa e besaj, sa e liktë, sa e glisë, sa e bukur, sa e vlerë. Të lumt. Ja japi mikrofonin shoqes. Përshëndetje. Çojmë në këmbë dashur dhe shohim te kamera drejt. Çfarë ke përgatitur për ne sot? Një tregim. E themi shpejt. Shumë kohë më parë, Diell dhe Ana jetonin në tokë, në një pallat të mrekullueshëm, mbuluar me arë dhe argjend. Deti ishte miku i tyre. Një ditë, Dielli dhe Ana vendosen të aftonin për drek.
Miqtemi ju përgjigj deti. Ju falenderoj shumë, po nuk besoj se në shtëpinë tuaj unë jam shumë i madh. Çfarë thua kështu, ju përgjigj dielli. Prandaj kënguli Hana. Se ti je një mik shumë i shtrenjtë për ne. Prandaj mos na detyro të lutemi, le të presim në mesditë. Të lumë. Por ta ja japi mikrofonin shokut. Qohemi bukurosh, mbaj mend që në klasën e parë ishe më Çamaroku kur ka ardhur në studio, bashkë me këtë kaçurelsin tjetër se unë sjaroj fytyrat e Çamarokëve. Sepse kësaj radhe je bërë shumë i mirë, po më habit që je shumë i urtë sot, se kuptoj çfarë ka ndodhur. E di sa i urtë, po t'ishte në shkollë dhëtë këtë tjetër, shiko. I vjen zorë që ka ardhur pa mjarë. A, të lumë, të dukemi bukur. Çfarë ke përgatitur sot? Një vjesh. Në saxo si dole? Jo, në saxo do e bëj të hënën. E kemi në fund, Suksese. po, suksese. Je përgatitur? Po. Të lumë, të uroj të dalësh sa më mirë. Dëgjojmë pak shokut? Sa orë punon ti për saxon? Sa orë studion në ditë? Gjysmë orë ose një orë. Një orë, të lumë. E themi vjershën për sot? Sa të dua o Shqipëri, sa ma ndjej sa të shi, për të gase lumëturim, unë në zemër më kam bire. Se për mua ati atë një lulaj aq e vërë, që në gjendash për mblidhe shpirtin ti për ta ushqyrë. Të lumë. Të lumt, bravo! Ne tani do t'ja japim këtij sy bukurit i cili do të luaj me violinë. Ndjekim performancët e tij në studion tonë të vogël, forca, marrim violinën e bukur dhe luajmë pjesën e preferuar. Hajde të dëgjojmë, me kënaqësi. Bravo! Aleksi, qëndro dhe ti këtu një sekond, sepse Aleksi ka fituar çmim në Gjiro Klasika, pra nuk kemi prezantuar vetëm me pianist, por dhe me një violinist. Kthehemi pak te, eja pak te, na trego pak, rrotullohemi se nga kamera, na trego pak si kalove atje dhe eksperienca jote. Si kalove atje? Kishe emocione në fillim? Po, në fillim pak. Çfarë çmimi fitove? Çmim të parë. Të parë. Ishte kënaqësi kur thirrën emrin tënd për çmimin e parë? Po. U lumturove shumë, besoj. Po. E vitin tjetër ose herën tjetër kur bën saxo do marrësh pjesë përsëri? Po. Shpresoj të fitosh edhe prapë çmimin e parë. Faleminderit. Të lumt Aleksi. Atëherë kemi Antean. Antea ka edhe Antea certifikata plot. Atëherë Antea, jemi afër fundit të emisionit, kështu që Ja të tregoj. ky është çmimi i Italisë. Çmimi i Italisë. Antea Koti. Të lumt Antea. Këtu kemi dhe disa Po, certifikata, kemi certifikata, diplom. do t'i tregojmë një jep mua atë, t'i kalojmë shpejt. Antea, më trego pak për eksperiencën tënde e dashur, si ishte? Është shumë e bukur që ti jesh një pianiste dhe më pëlqen shumë. Sa orë në ditë studion, sepse mësuesja Paola në pjesën e parë tha që keni një disiplinë vërtet të fortë dhe jeni shumë të përkushtuar ndaj pianos. Sa orë studion? Në ditë. Një orë e gjysmë. Një orë e gjysmë. Nuk mërzitesh, besoj apo jo?
Ja. Ju shon ndonjëherë mësuesja kur bëni gabime në piano? Janë herë shumë të ralla. Po tani të marrë çmimin absolut ndërmjet gjithë atyre fëmijëve nga gjithë bota, do të thotë që gabimi që mund të bësh është 0.0000%. Në rregull, ne kemi certifikatat që po i kalojmë njëra pas tjetrës, të marra në vende të ndryshme, të gjitha diploma dhe janë të gjitha vendet e para. Të lumt, Antea. Ne do të ndjekim në këto momente saxon e fund vitit të Antea Konti. E ndjekim. Të lumtë Nea, kjo ishte, jo s'kaq, ulemi bashkë me violoncelin atje. Një tjetër diplom me vendin e parë, çmimi i parë për Noel Xhambazin. Festivali ndërkombëtar pianisti i ri, diplom, çmimi i parë, kategoria A, thot, për Noelin. Noel, Lumtë, bravo. Na tregu pak si ndjeshe në momentin që more certifikatën. Shumë mirë. Noeli, shohim te kamera drejt. Po. Noeli, ke marrë pjesë në shumë konkurse apo ky ishte i pari ku shkove? Kjo ishte pari. Kjo ishte konkursi i parë me çmimin e parë. Po. Të lumt. Noeli, është e vështirë pianoja? Jo, për mua jo. Për ty jo se jem mësuar. Sepse ke pasion apo ja? Po. Të lumt. Çfarë të pëlqen më shumë në pianoja? Që bën mirë. Tingulli i saj ndoshta? Sa të lumtur ndihen prindrit e tu kur djali kthehet me një trofe me çmim të parë? Ishin të lumtur prindrit apo jo? Po. Shumë, në rregull. Në pamundësi të pianos për sot, çfarë kemi përgatitur? Çfarë do të thuash sot? Një vjesh. Po, e themi vjeshën shpejt e shpejt? Skaq. Atëherë e lexojmë? Në qoftë se nuk e mban mend, bëjmë një përshëndetje. Unë nuk e mbaj mend të Bëjmë një përshëndetje të vogël. Kë do përshëndesësh? Pimbin. Edhe pumbin. Thoj përshënd. Pimbin edhe pumbin. Pimbin, prindrit, mësuesen e pianos, mësuesin, apo jo? Po. Atëherë japim një përshëndetje me dorë? Në rregull, Noeli urdhëro trofeun tënd, të lumt Noeli. Faleminderit. Ne do të ndjekim prallëzën tonë dhe rikthehemi për të bërë mbylljen e emisionit. Ndjekim në Namonën me prallën e radhës.
Ja eshtu na erdhi përsëri dhe unë jam bashkë me ju këtu. I keni ndjekur prallat që kam treguar? Shpresoj që ato t'ju kenë pëlqyer. Dhe sot kemi prallën e radhës, Hansi dhe Greta. Ja dhe nëna Mona po filloi ta tregoj. Tregoni të vëmendshëm, të nxjerri mësime prej saj. Kohë më parë, rrëz një pylli në një shtëpis të vogël, jetonte një druvar i varfër me gruan dhe fëmijët e tij, Hansin dhe Gretën. Një ditë prej ditësh, babai po priste drut, ndërsa nëna po bënte punët e shtëpisë. Hansi dhe Gretës, të cilët po ndihmonin babain, u shkoi mendja të mblidhnin disa kërpudha. Pa u menduar gjatë, motër e vëlla morën shtegun e pyllit. Ece, ju zën syt një shtëpis të bukur. Hansi dhe Greta nuk po u besonin syve. Shtëpisa e kishte çatin prej çokolate, oxhakët prej karameleje dhe muret prej biskote. Motër dhe vëlla të uritur nisën të shijonin në mulsirat përreth shtëpisë. Pa pritur, dera e shtëpisës u hap dhe te pragu u çfaq një plakushe topolake. Fëmijët menduan t'ja mbathnin, po me zërin e saj të ëmbël, plakushja i bindi që ata të hynin brenda. Ratë në kurth, u zgërdhi plaka. Kjo ishte një shtrig e keqe, shumë e keqe. Ajo e rëmbeu Hansin dhe e futi në një kafaz. Çdo ditë, shtriga përgatiste për Hansin ushqime të shijshme që ta shëndoshte shumë më shumë e pastaj ta kollofiste. Ndërsa Greta lante e pastronte ditë e natë sikur të ishte një shërbëtore. Fëmijët ishin shumë të trishtuar dhe nuk dinin si të shpëtonin nga kjo e keqe e madhe që i kishte zënë. Shtriga nuk shikonte mirë nga sytë dhe çdo ditë i thoshte Hansit i tregonte gishtin e tij. Për të parë, në ishte shëndoshur sa duhej Hansi, që ajo pasaj të hante. Por djali ishte i zgjuar. Në vend të gishtit, ai zgjaste një kocë këpule. Djallo punë, po si nuk shëndoshet fare ky që unë e ushqej për ditë shumë, po kur do shëndoshet që unë ta kollofit. Kur u mërzit së prituri, shtriga i tha Gretës: "Më ndis një zjarr bubulak, nuk do të pres më. Ndonse është i dobët, unë atë do ta gatuaj dhe do ta kollofit." Po në kohën që shtriga e nxori Hansin nga kafazi për të vënë në jetë planin e saj, ai mori vrull e shtyu shtrigën drejt në oxhak. Fëmijët morën thesarin e shtrigës dhe pa humbur kokë ja mbathën nga shtëpia. Në breg të lumit takuan një mjelm. Hansi dhe Greta hipën mbi shpinën e mjelmës dhe mbritën në shtëpi. Prindrit po i prisnin të shqetësuar. Motër e vëlla i dhan fjalën dhe ju premtuan prindërve se nuk do të largoheshin më kurrë nga shtëpia pa lejen e tyre. Ja dhe kjo prallës mbaroi. Ju pëlqeu? Tani unë dua të bëj dy pyetje. Dhe ju do mendojeni dhe do t'i thoni vetes: a duhet të largohemi pa lejen e prindërve nga shtëpia?
A duhet të luajmë shumë vonë dhe prindit të shqetësuar na kërkojnë? Asnjëherë pa lejen e prindërve nuk do të bëni gjë. Shpresoj që më kuptuat. Mirupafshim të shtunën e ardhshme. Ju dua shumë, mos harroni këtë. Mirupafshim. Kemi ardhur kështu në mbylljet e emisionit e për ditën e sotme. Unë ju kujtoj që puntata e radhës do të jetë ajo e fundit, ku ne do të kemi një buqet shumë të bukur me të gjitha aktivitetet e zhvilluara gjatë gjithë muajit qershor në qytetin e Korçës. Duke nisur nga festa e 1 qershorit, në përkopshte dhe në përshkolla, duke nisur nga saxhot e shkollës Teftatash Kokoço, aktivitetet të ndryshme të cilat janë zhvilluar në qytet, por mbi të gjitha, qershia mbitor do të jenë fëmijët të cilët mbaruan klasën e parë. Ne kemi shkuar në disa nga festat e abetares, të cilat do t'i sjellin për ju në puntatën e radhës. Deri atëherë unë ju them faleminderit që keni qëndruar në RTS Korça në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Nga këta artistë të mrekullueshëm, ne u japim shumë urime, ju urojmë e pare punës, shumë suksese, të vini përsëri me trofe, sepse ne do të kthehemi përsëri në sezonin e ardhshëm, kështu që shkolla do të fillojë përsëri, ndërkohë që shijojini pushimet verore dhe erën tjetër dua të kem edhe violinistë të cilët kanë marrë çmime, apo jo? Po. Siç ishte Aleksi, apo jo Aleksi? Atëherë, mirupafshim dhe takohemi të shtunën e radhës. Pimbi Pumbi, mos bëni shumë rëmuja dhe nga pylli, dakor? Se mua mi thon të gjitha, Një përshëndetje, mirupafshim nga të gjithë, shpejt një përshëndetje nga të gjithë.